Pas javësh spekulimesh dhe postimesh me mesazhe të fshehta, Selvia ja u ka thyer heshtjen me një video selfie në Instagram, ku përmes një audioje virale shprehet: "Personi i vetëm që kam humbur dhe që më duhet ta rikthej jam unë." Në përshkrimin e postimit, ajo shton: "E kam gjetur veten dhe kjo mjafton." Ky reagim vjen vetëm pak ditë pasi Selvia publikoi një foto me mbishkrimin ditët e fundit në Tiranë, duke shtuar dyshimet për një ndarje nga këngëtari Shpat Kasapi pas 4 vitesh martesë dhe një djali së bashku, Roelit. Një ditë më vonë, edhe Shpati postoi një mesazh që dukej si përgjigje ndaj situatës: "Krijo disiplinë, u shehu mirë, u shtro dhe mos gaboho me gruan se s'të fal, të lë." Asnjëri nuk ka dhënë ende një konfirmim zyrtar për ndarjen, por fansat janë të bindur se postimet flasin vetë. Ndërsa Shpati flet për rregulla dhe gabime, Selvia duket e fokusuar tek forca dhe rilindja personale. Burimet flasin se çifti që pas shpërnguljes në Tiranë ka pasur probleme të shumta. Shkak për këtë janë bërë jo vetëm xhelozitë e Selvies, por edhe ndryshimi që erdhi bashkë me zhvendosjen. Konfliktet e çiftit kanë qenë të rënda dhe veç xhelozive. Akuza ka pasur edhe përvese nga ana e këngëtarit.